Ish oficerja seksi e burgut ka këto kërkesa për mashkullin e saj të duhur. Një grua 32 vjeçare që kërkon të duhurin këmbëngull se ka një ide të qartë se çfarë dëshironte një burr dhe nuk do të kënaqet. Ajo thot se nuk do të dalë me askën që fiton më pak se 150.000 pound pasi meriton të jetë llastuar. Të gjesh dashurinë e jetës tënde mund të jetë e vështirë, veçanërisht në botën moderne ku takimet online ofrojnë mundësi të pafundme. Një grua e sigurt në vetvete e di vlerën e saj dhe këmbëngull se meriton të llastohet nga burrat me të cilët del. Plus, ajo thot se kushdo që del me të duhet të fitojë të paktën 150.000 pound. Alicia Davis, një ish oficere burgu e shndërruar në yll për të rritur, u bë virale vitin e kaluar pasi ndau kërkesat e saj të rrepta për takime. Ajo njoftoi se çdo burr që shpreson të provojë fatin e tij duhet të përmbush kërkesat e saj, duke përfshirë të qenit në formë të mirë fizike dhe të mos ketë tradhtuar kurrë në të kaluarën. Tani, Alicia thot se nuk do ta marrë në konsiderat një pretendent nëse ai fiton më pak se sa kërkon ajo. 32 vjeçarja, e cila është nga bregu i artë i Australisë, thot se nuk do të kënaqet me më pak dhe ka një ide të qartë për atë që dëshiron. Ende beqare dhe duke kërkuar të duhurin, Alicia tha: "Shumica e kërkesave që kisha në listën time të takimeve mbeten ende dhe janë jashtëzakonisht të rëndësishme për mua, ai duhet të ketë qëllimet dhe ëndrat e tij. Unë jam bujare me parat, por nuk dua që dikush të varet vetëm nga unë." Modeli e argëtimit për të rritur tani fiton 280.000 pound dhe ëndrat e saj të mëparshme për liri financiare tani janë bërë realitet, një rritje masive nga paga e saj prej 46.000 pound dëshiroi e burgu. Ajo shtoi: "Nëse një burr dëshiron të jetë me mua, ai duhet të fitojë të paktën 150.000 pound në vit ose më shumë." Duke vënë në dukje arsyen, ajo vazhdoi: "Unë meritoj të llastohem." Alicia deklaroi me guxim: "Mora shumë reagime negative kur ndava për herë të parë listën time të kërkesave për takime, por kjo është tipike për njerëzit që janë të pakënaqur. Ata nuk kanë një ide të qartë se çfarë duan, kështu që e kanë problem faktin që unë kam." Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.